Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar së bashku dhe për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Në fakt, dua të ndaloj tek dy ish banor të Big Brother, Casey edhe Ina. Dy ish banor që në fakt na kanë bërë për vete me historien e tyre të dashurisë që krijuan brenda asaj shtëpie. Ina hyri në një reality show me një njohje nga jashtë me Casey, një lëvizje dashurie që në fakt ishte një sakrificë, sepse Ina përzjodhi që ta merr Casey nga një lidhje e cila ishte në tentativë. Casey në një anë dëshironte që të sjaron muhabetet me Stelinën, por inatet, egot e të dyve e bën marrëdhënien që Casey të vendosë që të largohet përgjithmonë nga Stelina dhe të radhitet në krah të Inës, aty ku edhe nisi romanca dhe pasioni. Fillimisht njëherë u pas një marrëdhënie shumë e sinqertë, si një marrëdhënie e vërtet, shumica e banorëve brenda të cilët e kishin në sy situatën, e quanin si një marrëdhënie për interesa, do me thënë për reality show. Nga ana tjetër, Ina e quante si dashurinë e jetës së saj, por në momentin që Ina u largua nga Big Brother dhe vazhdoi jetën jashtë normal realitetin, u pa se çifti filloi të ketë një marrëdhënie korrekte dhe filloi që të merr dashurinë e publikut. Por brenda një kohe, derisa Big Brotheri akoma ishte në transmetim, nuk shkoi shumë gjatë, Ina dhe Casey vendosën që t'i japin fund marrëdhënies duke bërë këto lëvizje që në fakt ne tashmë jemi mësuar duke i parë në rrjetet sociale nga personazhet publik që heqin njëri tjetrin nga Instagrami. Dhe kjo ngriti një kurreshtje të madhe dhe një pikë pyetje se çfarë konkretisht po ndodh me këtë marrëdhënie dhe çfarë po ndodh me këtë çift. Së fundmi, duke e ditur që Casey është vetëm dhe është single, Ina, gjithashtu duke qenë vetëm, ka goditur në Instagramin e saj dhe në TikTok me një thënie. Ina ka qenë duke bërë një udhëtim, do me thënë e veshur me një fustan pink dhe tepër e kuruar, duke shkruar një thënie në gjuhën angleze që ka nënkuptimin që i dashuri më do akoma, që nënkupton që Ina pretendon që Casey, do me thënë, është akoma duke e dashur edhe është akoma duke e lutur që ta rikthej këtë marrëdhënie. Menjëherë, pas këtij postimi që bëri Ina të drejt për drejt me publikun, filluan hamendësimet, filluan komentet e ndryshme të publikut se si përdoret kjo marrëdhënie, përdoret për vërtetësi apo thjesht do me thënë është një thënie që Ina e ka shkruar për të fituar audiencë. Tani, unë mendoj që Casey dhe Ina kishin ca pika të përbashkëta, kishin ca ngjyra të bukura të përbashkëta që edhe nuk është e çuditshme që Casey të ketë nevojë për Inën në krah, Casey të ketë nevojë për momentet me Inën dhe Casey ta rikthen atë dashurinë e tij me Inën, sepse edhe publiku në fakt i mbështeti, duartrokiti dhe dëshironte që të shikon diçka prej tyre. Nuk ma merr mendja që është një lëvizje për klikime, sepse Casey si zakonisht do me thënë ka fituar atë dashurinë e publikut, është i ndjekur, edhe Ina në momentin që ishte në Top Arena, do me thënë kishte klikime, kishte shikueshmëri, nuk është që nuk kishte, por gjithsesi ka një lloj lëvizje në këtë mes që besoj që Casey do ta arsyetoj në ndonjë story të tij se çfarë ka dashur që të thot Ina. Unë mendoj që dashuria, momentet, nuk është se harohen brenda një dite, ato duan kohën e tyre për t'u haruar, por që mund të ketë një rikthim në këtë mes, pse jo, besoj që do t'ishte shumë interesante edhe për publikun.